Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e limonadës në kushte shtëpie. Një pije shishme, një pije freskuese, me plot vitamina, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e limonadës. Na duhen limona dhe portokall të freskët. Unë këtu kam marrë një portokall dhe një limon të freskët. I kam larë mirë, ju kam largu ujin dhe tash do bëj coptimin dhe do i vendosi kështu në një kese për ngrirje. Në këtë mënyrë mund t'i ruani gjatë gjithë kohës dhe të keni vazhdimisht të gatshme për përgatitjen e limonadës. Largoj këtë ansorën dhe filloj që të bëj coptimin. Kështu në fillim unë dhe marr portokallin, nuk ka nevojë që t'i largohet lëvora as portokallit, as limonit. E prej në copsa të vogla në katrore. Kështu. Këtë mënyrë bëjmë coptimin e gjithë portokallit. Kam bërë coptimin e portokallit, tash marr dhe bëj coptimin e limonit. Ju mund të dyfishoni, trefishoni masa, mund të përgatitni me për masa më të mëdha dhe t'i lini në ngrirje dhe t'i shfrytëzoni sa herë që të ketë nevojë. Mirë po kështu unë dhe marr një portokall dhe një limon që t'ju demonstroj. Nga kjo masë dhe fitoj na dikon rreth 2 litra me limonad dhe limonin dhe coptoj. Në copsa të vogla. Pasi kam bërë coptimin, marrim një kese të llojit kështu që mbillet ose një kese të thjeshtë dhe i vendosim portokall dhe limonat e coptuar. Kështu. Dhe kohës që i kaloj, mundohem që t'i përzij. Pasi i kam kalu, bëj mbylljen e kesës dhe i vendosim në ngrirje nëse paku për 2 orë. Siç e theka dhe më parë mund të bëni kështu, t'i vendosni nga një portokall një limon dhe t'i lini në kese në frigorifer dhe t'i merrni sa herë që të ketë nevojë. Kam largu nga frigoriferi portokallin dhe limonin e ngrirë, kam lënë që të qëndroj për gjithë natën. Tash e kaloj në blender. E po unë dhe e kaloj shtu pjesë, pasi blenderi është i vogël. Këtë blenderi ma dhe kaloj të tërë. Një pjesë në vogël dhe kaloj. Tash bluaj masën mirë. Kam bluar dhe pjesën e ngelur, e kaloj kështu tek kena. Për këto masa është e nevojshme një gotë 200 ml me sheqer, mund të shtoni më pak më shumë varet nga dëshira juaj dhe 2 litra me ujë. Dhe litrën e 2 të ujit. Dhe masën tash e përzim mirë, kështu me një lupë ose me një tel kuzhine, bëni përzimjen që të tretët sheqerit. Përzim dikon për 3-4 minuta. Kam përzije masën mirë, tash bëj kullimin në një tjetër, kështu të madhe, dhe në të vendosi një kullojse dhe filloj që ta kaloj masën, kështu, te kullojsa. Shumë shpejt bëhet përgatitja, është shumë e shishme, shëndetshme,
Ka fillu tash që të bëhet nxehtësia e kohës, keni nevojë që të konsumoni. Kjo është një ndër mënyrat më të mira të përgatitjes së limonadës në kushtet shtëpie, shishme, shëndetshme, freskuese, ja vlen me provu. Kështu mund të një luke, pak, por këtë kullojse, shtrydhem limonin dhe portokallin. Kalojmë dhe masën tjetër. Kështu në këtë mënyrë bëjmë kullimin e gjithë limonadës. Dhe limonada është gati për konsumim. Ka dalë shumë e mirë, ka pamjen shumë të mirë. Besoj dhe shija nuk ka për mi mungu. Kjo është mënyra më tradoshura se si përgatis unë limonad në kushte shtëpie. Gjithë ju që e përgatitni këtë pije freskuese në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.